Një aksident i rënd me pasojë vdekjen e 3 të rinjve dhe plagosjen e 3 të tjerëve ka ndodhur në rrugën nacionale Elbasan-Librazh në daljet e Elbasanit në afërsi të urës së Lizës. Një Mini Cooper me targ të huaj CF 576N i drejtuar nga Spartak Bakalli, 25 vjeç, është përplasur me një shtyllë betoni e përpasoj kanë mbetur të vdekur në vend drejtuesi i automjetit Spartak Bakalli dhe Leonard Xhaferi, ndërsa ka ndëruar jetë pak minuta më vonë në reanimacionin e spitalit kirurgjik Taulant Haxhiej, 26 vjeç. Nga ky aksident mbetën të plagosur edhe të rinjt Indrit Kasa, 19 vjeç, Robert Karaj, 24 vjeç, dhe Serian Tafani, 28 vjeç, të cilët pasi kanë marrë ndihmën e parë në spitalin kirurgjik të Elbasanit janë dërguar për shërbim më të specializuar në spitalin ushtarak në Tiranë. Në vendin e ngjarjes shkuan policia dhe grupi hetimor. Ende nuk bën të ditura shkaqet e këtij aksidenti, por sipas të dhënave paraprake rezulton se drejtuesi i Mini Cooperit ka humbur kontrollin e drejtimit të tij, duke u përplasur dhunshëm me pjesën e betonit. Ky ishte aksidenti i dytë brenda pak orëve i ndodhur në Elbasan. Më herët një tjetër aksident u regjistrua në aksin rrugor Elbasan-Peqin në fshatin Vidhas, ku një kamion me targ të Beratit përfshiu në rrota të moshuarën Ike Zhakoj. Me gjithë masat e marra nga policia e qarkullimit rrugor, sërish janë regjistruar aksidente me pasoja për jetën në këtë qytet.